Muslimani i mirë duhet me mendu mirë. Qoftë për vetveten, nuk guxon. Në një rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi që ta viziton një çmur, i cili ishte shtrin shtrat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi kur e pa në gjendje muslimani kur e shet dikan i cili është i smur, e përdor e thot atë që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha tahurun inshallah. Pastrim inshallah. Ti i smur. Po ai smundja nuk ka vetëm sherr. Ai smundja e ka një hajër, ti pastron gjunahet, ti shlin gabimet. Ndoshta ngritesh te Allahu azza wa jall, Allahu sprovon, ajo është hajër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha pastrim inshallah. Ndërsa njeriu i cili ishte i smur nuk ishte prej atyre që din si të reagon, din mënyrën të cilën ta mëson Islami. Pastrim inshallah, inshallah. Tha çfarë pastrimi? Çfarë pastrimi? Tha temperatura e madhe, temperatura e nalt, smundja e rënd, unë plak në i shtyr në mosh, unë tha ma me këtë smundje vesh të varezat. A s'ka ma u kry puna ime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fenam idhen. Ashtu let mbet. Çka mendon ti për Allahun? Ti i smur. Thu Allahu ka më mshëru. Allahu të shëron. Ti ki piklim, ki derë të ki probleme. Allahu ka më gjithë zgjidhje, Allahu do të gjenë. Ama ti thu që ja, prej kësaj smundje unë e ma, po kry puna, te varezat ma. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ashtu let mbet. Masi atë dëshiron, ashtu let mbet. Tha nuk shkoj një kohë për vetë se prej asaj smundje vdiq dhe e varrosën. Si mendon, çka mendon ti për Allah?